Bashkëpunimi është synimi kryesor për të forcuar koordinimin ndërmjet institucioneve dhe partnerëve ndërkombëtar për mbështetjen e të rinjve, u diskutua në këtë tryezë të hënën. Sipas kreut të Ministrisë së Sportit e Rinisë, janë pikërisht këta të fundit që shihen me prioritet, andaj takimet e tilla duhet të bëhen traditë. Një platformë e tillë do të na mundsonte të mblidhemi çdo vit për të analizuar progresin, për të identifikuar sfidat e reja, për të shkëmbyer informacion mbi investimet dhe për të harmonizuar prioritetet tona në përputhje me nevojat reale të rinjve dhe objektivat strategjike të Kosovës. Me tekst të veçantë u fol edhe për rënien e financimit të donatorëve. This meeting offer an opportunity. Ky takim po ofron një mundësi që të qartësoj dhe kuptoj si duhet përdorimin e peisazhit rinor dhe që të vë themelet për një bashkëpunim më të fuqishëm. Kosova ka popullatën më të re në Evropë, kapitali apo aseti më i rëndësishëm në Evropë për t'u zhbllokuar. Aty u dhanë dhe detaje për sfidat e rinisë, sidomos ato me tregun e punës. Një nga sfidat kryesore që ata theksojnë është hendeku ndërmjet njohurive që fitohen në sistemin arsimor dhe kërkesave të tregut të punës. Edhe pse arsimi ofron bazë të rëndësishme teorike, shumë të rinj mendojnë se kanë pak mundësi për sfituar përvojë praktike para hyrjes në tregun e punës. Ndërkohë, gjetja e një pune të qëndrueshme dhe kuptim plot ende mbetet sfidë në Kosovë.